Kosovë, çka e rënd, në fundit zoti Kurti është dhe partia e tij janë subjektet më të votuara në Kosovë. Por ama në serimin e tretë Departamenti i Shtetit vuri tekstin edhe tek ajo që e quajti bllokimi i qëllimshëm nga Albin Kurti i ngritjes së institucioneve të reja, Kuvendi i Kosovës dhe një qeveri e re. Pra, ndërkohë që Kosova po i afrohet zgjedhjeve lokale të 19 tetor, po i afrohet kur praktikisht është një kabinet që është kabinet ndërtuar. Ne shikojmë që ka një indiferencë nga ana e presidentit Kurti për të ngritur institucionet e reja të Kosovës në bazë votës vetë të shtetasve të saj. Ngritja e institucioneve është mjaft e rëndësishme. Është mjaft e rëndësishme jo vetëm për politikanët e Kosovës, por më së shumti për qytetarët e Kosovës. Sepse të drejta e popullit është për të votuar, dhe drejta e politikanëve është për të drejtuar, dhe në këtë situatë duhet që partneriteti strategjik me ato vende partnere dhe ato vende aleate të cilët kanë ndihmuar në pavarësinë e Kosovës nuk duhen harruar. Në një nga sqarimet e Departamentit të Shtetit nënvizoi faktin që autoritetet e Kosovës sulmuan edhe gjykatën kushtetuese. Dhe këtu kam përshtypjen që kritika e tyre drejt për drejt ishte tek presidentja Vjosa Osmani, pra jo tek Albin Kurti. Pra pritshmëria ka qenë që zonja Osmani e cila shihet ose konsiderohet botërisht ndoshta dhe autoriteti më i afërt me Shtetet e Bashkuara, sidomos në periudhën e qeverisë së zotit Kurti, ajo vetë sulmoi ashpër mendimin e gjykatës kushtetuese që kërkon ngritjen sa më shpejt dhe votimin sa më shpejt të kreut të Kuvendit të Kosovës. Unë e di që ju keni edhe një raport posaçëm me zonjën Osmani. A keni folur me të për këtë situatë? Raportet midis presidentes së Kosovës dhe presidentit të Shqipërisë janë ashtu siç duhet të jenë raportet midis Kosovës dhe Shqipërisë. Realisht kemi marrëdhënie shumë të mira, komunikojmë, bisedojmë, ndajmë mendime dhe koordinohemi për aktivitetet tona siç ndodh tani në Hunga, ku ne koordinojmë takimet, të cilët janë të rëndësishme për Kosovën, sidomos në ato vende të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, apo për lobimin ton për Kosovën për të qenë pjesë antare e organizatave ndërkombëtare. Unë mendoj përsëri që faktori kohë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe sa më shpejt të ngrihen institucionet e Kosovës, aq më mirë do të jetë për shtetin e Kosovës. Jo vetëm për shtetin e Kosovës, por për gjithë shqiptarët. A është vërtet e kundërta që në rast se gjërat shkojnë keq në Kosovë, shkojnë keq për të gjithë ne? Unë nuk do mendoja një gjë të tillë, sepse besoj shumë që populli e ka indikatorët shumë më të shtuar se sa politikanët. Jam dakord me ju, po sigurisht populli thirret për të votuar një herë në një periudhë caktuar. Ndërkohë që për shembull në kontaktet e mia me sidomos me politikanë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, ata e shikojnë të lidhur temi atë që po ndodh në Kosovë me përkeqësimin e pozitave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pozita të cilat janë sankcionuara me marrëveshjet e Ohrit, me ndryshimet kushtetuese, shqiptarët patën role të rëndësishme, smundi patën para zgjedhjeve të fundit patën edhe një kryeministër. Okej, të 100 ditëve të fundit, por ama patën më në fund edhe një kryeministër shqiptar zotin Talat Xhaferi, ndërkohë që sot edhe nga numrat, po edhe nga përmbajtja, duket që shqiptarët e Maqedonisë Veriut, edhe për shkak të një interferencë nga Prishtina, nuk i kanë pozitat e tyre siç i kishin para disa vitesh. Në këtë aspekt ju pyeta, diçka shkon keq Kosovë, shkon keq për gjithë kombin? Jo, sepse është po diçka që shkon mirë për shqiptarët e Shqipërisë. Shqipëria po ecën jashtëzakonisht mirë. Atëherë do ta marrim që për gjithë shqiptarët e rajonit është shumë mirë. Patjetër. Unë jam dakord me ju. Po nëse diçka shkon keq ama në një pjesë të kombit, a ndikon kjo tek të tjerat? Që ne si shqiptarë duhet të jemi të gjithë bashkë. Dhe tema e si vjetme e 80 vjetorit të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka të bëjë me faktin që më mirë kur jemi bashkë. Dhe ne kemi shprehjen tonë që po që jemi bashkë jemi më të fortë, kështu që. E vërtetë është, në fakt ama ti referohesh fakteve. Për shumë veta sot marrëdhëniet shtetërore, jo njerëzore, jo qytetare, jo ekonomike, midis Shqipërisë dhe Kosovës, sepse ai është një proces i integruar që po zhvillohet në mënyrë të natyrshme,
pa pyetur qendrat politike, le të themi, pa pyetur politikanëve, ama nëse i referohemi raporteve politike, raporteve shtetërore midis Prishtinës dhe Tiranës, gjithë jemi dakord, përgjithsisht bëjmë dakord që janë në pikën e tyre, nuk po them më të keqe, po më të ulët. Ku mendoni që shndron përgjithësia? E kam thënë edhe më parë që çdo pakënaqësi, ne duhet ta mendojmë veten sikur jemi në një shtëpi. Dhe mund të kemi pakënaqësi midis drejtuesish, por kjo pakënaqësi nuk ka pse të shpërndahet në të gjithë shoqërinë tonë. Kjo pakënaqësi duhet të evidentohet, duhet të thuhet, duhet të diskutohet dhe të gjehen piketat e bashkëpunimit. Është kusht i domosdoshëm dhe ne kemi detyrues bashkëpunimin me Kosovën. Ju mendoni që Shqipëria po bën mjaft, qeveria shqiptare po bën mjaft të drejtim? Sepse duket sikur përpjekjet e kryeministit Rama që ja bërë edhe publikisht, po dhe privatisht, duket sikur kanë ndaluar për momentin. Zoti Rama flet, bën status e pro zotit Thaçi për lirimin e tij etj, por duket që ka dhe një dorëzim të tij sa i përket përpjekjeve për të komunikuar, përpjekjeve të njëanshme për të komunikuar me Prishtinën, pasi me sa duket nuk ka gjetur përgjigje. Po mendoni që prap Shqipëria nuk duhet të heqë dorë, pa qeveria shqiptare nuk duhet të heqë dorë? Asnjëherë Shqipëria nuk ka hequr dorë, pavarësisht të situatës. Ne jemi në detyrimin kushtetues që të mbrojmë interesat e shqiptarëve kudo ku ata janë, patjetër edhe të shtetit të dytë shqiptar të Kosovës. Kryeministri e ka mbrojtur zotin Thaçi, ish presidentin dhe të gjithë ata të cilët ndodhen të burgosur pa të drejtë në një situatë kur ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çliruese, jo okupuese. Që i mendoj që është e drejtë e çdo shqiptari për ta mbështetur. Po mirë, si ka mundësi zoti president që flet presidenti i Republikës Shqipërisë, flet kryeministri i Republikës Shqipërisë, flasin politikanë Prishtinë, flasin politikanë Shkup, flasin politikanë Tiranë, dhe ndërkohë autoritetet qendrore të Kosovës kur vjen puna tek procesi ndaj Thaçit dhe figurave të tjera drejtuese të UÇK-s që nuk vinë vetëm nga PDK-ja, aty kemi dhe ish drejtues UÇK-s që kanë qenë traditur në radhët e vetëvendosjes, si Selimi. Prap nuk shikojmë një reagim nga autoritetet shtetërore të Prishtinës për këtë proces, i cili duket dukshëm që është themi i injektuar politikisht. Kosova është në këtë situatë që është sot, shtet i pavarur, sepse pati një luftë të drejtë të bërë nga UÇK-ja, pati dhe mbështetjen e pakështëzuar nga partnerët tanë strategjik dhe aleatët. Këtu është dhe përgjigja. Besoj se përgjigja është kjo. Partneriteti strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës është domosdoshmëri dhe krenari. Mirë, faleminderit zoti president, shkojmë ndërprerje shkurtër publicitare dhe flasim pak kur thehemi nga OKB-ja, nga New Yorku, po për çështjet e Tiranës. Rikthehemi pas pak.